Përshëndetje, mësimi për sot. Datë 4/5/2020, fusha matematik, lënda matematik, klasa 9, shkalla 4, tema ushtrime për përsëritje. Ushtrimi numër 1, të zgjidhet ekuacioni 8x plus 1 barabartë me 5x minus 8. 8x minus 5x kalon nga krahu i djathtë në krahun e majtë me shenjë negative, pra me shenjë të kundërt, barabartë me minus 8, po kështu nga krahu i majtë plus 1 kalon me shenjë të kundërt minus 1 nga krahu i djathtë. Për arsye që veprimet të jenë më thjeshta. 8x minus 5x barabartë me 3x barabartë me minus 8 e minus 1 minus 9. Vetë x i barabartë me minus 9 përmbi 3, x i barabartë me minus 3. Bëjmë provën. Në vend të x-it zëvendësojmë minus 3. 8 herë minus 3 minus 24 plus 1 barabartë me 5 herë minus 3 minus 15 e minus 8. Minus 24 e plus 1 minus 23 barabartë me minus 15 e minus 8 barabartë me minus 23. Ushtrimi numër 2. 3 që shumëzon 2x plus 7 plus 2 barabartë me 4 që shumëzon x minus 8. 3 që shumëzon të dy numrat brenda klapave, edhe 2x-in edhe plus 7-ën. Pra 3 herë 2x, 6x. 3 herë 7 plus 21, plus 2 barabartë me 4 që shumëzon x, 4x, minus 4 herë minus 8, minus 32. 6x minus 4x barabartë me minus 32, minus 21 e minus 2. 6x minus 4x, 2x barabartë me minus 55. Vetë x i barabartë minus 55 përmbi 2, x i barabartë me minus 27.5. Po të bëjmë provën edhe ky ekuacion të jetë i zgjidhur siç duhet. Ushtrimi numër 3. 2x minus 5 përmbi 2 barabartë me x plus 1 përmbi 8. Këtu do shumëzojmë kryq, pra 8 shumëzon 2x minus 5 dhe 2 shumëzon x plus 1. Atëherë, 8 që shumëzon 2x minus 5 barabartë me 2 që shumëzon x plus 1. 8 herë 2x, 16x. 8 herë minus 5 minus 20 barabartë me 2 herë x, 2x, plus 2 herë 1, 2. 16x minus 2x barabartë me 2 plus 20. 16x minus 2x, 14x barabartë me 22. Vetë x i barabartë me 22 përmbi 14, x i barabartë me 3. Po kështu të bëjmë provën, ushtrimi do jetë i zgjidhur. Ushtrimi numër 4, të zgjidhet ekuacioni 2x përmbi 9 minus x përmbi 2 barabartë me 10. Do ndjekim këtë rregull, shumëzojmë të dyja anët e ekuacionit me shumëfishin më të vogël të përbashkët, SHVP, të emëruesve 9 dhe 2. Shumëfishi më i vogël i përbashkët është 18. 18 herë 2x përmbi 9 minus 18 herë x përmbi 2 barabartë me 10 herë 18. 18 pjesëtu për 9, 2. 2 herë 2x, 4x. Minus 18
pjesë për 2 minus 9. Minus 9 herë x minus 9x. Barabart me 10 herë 18, 180. 4x minus 9x minus 5x barabart me 180. Vetë x i barabart 180 përmbi minus 5. X i barabart me minus 36. Po kështu bëjmë provën për të siguruar kemi zgjedh mirë ushtrimin. Ushtimi numër 5, x përmbi 3 plus x përmbi 4 barabart me 14. Emëruesi më i vogël i përbashkët i të dy numrave 3 dhe 4 është 12. Atëherë, 12 pjesë 2 për 3, 4. 4x, 4x. Plus 12 pjesë 2 për 4, 3. 3 herë x, 3x. Barabart me 14 herë 12, 168. 4x plus 3x barabart me 7x. Barabart me 168. Vetë x i barabart 168 përmbi 7. X i barabart me 24. Po kështu bëjmë provën që të sigurohemi që ushtrimi është zgjedhur siç duhet. Detyrë shtëpie, të plotësoni fletorën e punës aty ku nuk e keni plotësuar për sa i përket ekuacioneve dhe po kështu plotësoni edhe portofolat. Mirupafshim.